çfarë vendos atje në dijenin tuaj? Shiko, neve kemi që nga 2015 një grup, jo i madh, të vegjël jemi, si numër, me gishta dore, por e vërteta mjafton edhe një person për të bërë atë që quhet e vërteta me një vend. Dhe që nga 2015 mbaj mend që kemi kuptuar dhe bile e kemi hartuar dhe në libër që kryeministri aktual Joni, që është në 2013, ka bërë çdo lëvizje me program, me projekt, ku shumica e shqiptarëve ende flinin. Edhe mase është edhe ligj natyror, që një popull ndoshta nuk e parashikon do të ardhmen më shumë se një vit, apo deri ke unda e tij, apo deri ke interesi i tij. Por nuk kemi gabuar, sepse bëhen shumë fakte që të qojnë pikërisht ke shitja e Shqipërisë. Dhe nga ky moment, unë shpallem, do ta them edhe në fund të emisionit me juve, aq do flasim dhe minuta, 2 minuta çan si ka, që unë do jem luftëtari i parë në vi fronti, s'kam që dua jetën, se sa t'i lënë një barë Shqipërisë apo shqiptarëve një të Shqipërisë. Dhe ka të Shqipërisë tash e vërtetuar ti, që ky kryeministër jo është duke e shitur, po e ka shitur në projekt, në program, tani thjesht po zbaton me parcela shitjen e vendit. Kur ne jemi shqetësuar që një copë Shkodre toptani dhe mbajtëm për 100 vjet tradhtar të vendit, apo edhe një akt merituar të administrimit ndaj toptanit, dhe mbajtëm për 100 vjet në ISO, që tradhtar i vendit. Për një copë aty në Shkodra, apo për një copë betejë, apo për një copë që luftoi e tjera. Ndërsa ky që po shet filloi shitja. Butrinti, ta dëgjoj mirë gjo shqiptarët, sepse të gjithë thonë, po mirë profesor, ti po i thua, po duhet ta dish një, duhet ta njohësh, sepse ka një ligj të Idris Seferi, që të mbrosh një gjë, siç është vendi, duhet ta duash atë, thotë ai. Po që ta duash atë, duhet ta njohësh atë. Duhet t'ia dish dhimbjen e historisë. Edhe vim ke njoja, që është faza e parë, se do vim ke nga njoja të qonë ke dashuria, rritet dashuria, rritet forca e brendshme dhe kalon në mbrojtje. Mbrojtja është lufti. Mbrojtja nga ky moment është luftë vllore e 1920, ku i thiri gjeni i lirisë gënjatët në ato 4 muaj, qershor, korrik, gusht, 3 muaj. Edhe ne ti deklarohemi tashmë për luftë. Mallkuara i shqiptarit që skupton pikërisht këto gjëra, që ja vlen apo nuk ja vlen të shkosh në luftë. Filloi. Butrinti, 832 hektar komplet në shërbim të oligarkëve europian për të bërë gjoja, për të bërë këto lojat e patit. Shtëpi 832 që ja xhvat zonës së mbrojtur që është Ramsar Butrinti. Gjithashtu më lart, Manastiri, ndërtime që ti nuk ke drejt futesh në manastir. Edhe ai quhet ende sot Agjio Manastiri. E ke në Google, e ke në YouTube. Nuk quhet Manastiri i Saranës, po quhet Agjio Manastiri i Greqisë. Vjen ajo pikza që thanë. Vjen në Ksami 632 hektar të hequr pikërisht kësaj zone. Vetë Ksamili, për fat keq ka dhe emrin grek, Ksa 6 ish Ksamili. Saranda, për fat të keq ka dhe emër grek. 40 qendorë që ishin 40 qendorë i lirë, ishin arbresh, 40 qendorë në Sarandë, edhe i punë emrin atëherë kur ne nuk na lejohej të shkruanim, ata shkruanin dhe i punë emrin Saranda, se ai ishte Gjionez. Dimë lart, Himar, kalon e tëra, Himar Timi që kemi thënë ka qenë dhe bashkë. Kalon me vullnetin e shprehur, jo i kujtje. Me mbiemër zotaj, Gjiknur, Papa, që janë mbiemra shqip, po do veshë me atë që ti ndjen. Iku dhe po shqyqyr që ka tepelens, lebër në për Sarandën, në për Ksamile dhe në për Vlore, në për Himar, që do rezistoj. Po aman është shqitur për këtë kryeministër. Po themi Dermia, e ke komplet shqitur. Po ta pyetësh një Dermia, sot jam grek. Sot, me mbiemër Koka, me mbiemër Zotaj, me mbiemër Duni, jam grek të dhe, si ndije. Vazhdojmë, vjen më lartë, vjen Dukati dhe pjesa e gjiut të Vlorës, të cilën ai po e shkatronti, sepse kërkon të ndërtoj
tece me gaz lëngsh, ose të ndërtoj tece, por edhe një gazjet terminal, që e bëjnë qytetarin ta ndijë vetëm të huaj në këtë tokë me ndotje, me këtë gjë me ndotje. Pra, edhe rrënjatin e shpopullon, kush do i rritulli, kush do i ikën, për shkak të biznesit që i ndoten nga kjo që ne mbrojtëm në 2005, 2 vjet luftë me qeverisjen Nano dhe Berisha që erdhi më pas, dhe sot po na i shbën ky morti i madh, edhe i gjallë, përfigjallë. Vjen më lart, Skazani, duke sikur është projekte, edhe ti e pyet e mirë.